nderuar, mirë mbrëma edhe mirë se vini në Jeta në Kosovë. Sonte me neve në studio është Drita Hajdari, prokurore speciale. Zonja Hajdari, mirë se erdhe në Jeta në Kosovë, mirë se u riktheve. Herën e fundit që ki qenë saksisht këtu kemi folë për krimet luftës. Edhe më kujtohet që ke thonë që dënë rastet e dhunimeve që janë bo gjatë luftës me u marrë me to. Në ndërkohë ka dalë në publik Vasfije Krasniqi Gudman edhe na ka nderu me storin e vetë që ka dalë, po edhe na ka shashtris. Shashtris mu i me thonë pse, sepse aty e kemi kuptu që ka qenë një rast i cili i ka kalu tanë në nivellet e gjykatave, edhe më fund na nuk kemi mujtë si shoqënimi a dënu, drejtësia jonë s'ja ka dënu dhunusin. Kur ka dalë Vasfija, çfarë mosa ke ndërmarrë? Në momentin kur kam dëgjuar rrëfimin e Vasfijës për ferin në për cilin ka kalu, për krimin që është kryer ndar asaj, unë e kam marrë landën nga arkiva, sepse rasti ishte i arkivuar, dhe e kam analizu rastin. Aty kom parë se Vasfije Krasniqi e ka paraqit rastin e saj me njëherë, pasi që rasti ka ndodhur, madje e ka paraqit të organet të UÇK-s në atë kohë. Pastaj, pas përfundimit të luftës, rastin e ka paraqit në UNMIK, respektivisht tek Fori, ndërsa për herë të parë, rasti fillon të hetohet në vitin 2012 nga një prokuror ndërkombëtar në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës. Ky hetim ka rezultu me ngritjen e aktakuzës kundër dy personave të dyshuar si kryes të dhunës seksuale gjatë luftës ndaj Vasfijës. Në shqyrtimin gjyqësor të zhvilluar në gjykatën themelore në Mitrovic, në një trup gjykos të përbër nga gjyqtarë ndërkombëtar, kryesit janë liruar nga aktakuza, me arsyetim se gjatë hetimit ka ndodhur një problem rreth identifikimit të kryesve dhe ky problem ka të bëjë me identifikimin e kryesve në fotoalbumin të prezentuar nga policia e Uleksit Vasfijës, edhe pse ajo pa asnjë dyshim i ka identifikuar kryesit, gjykata e shkallës parë ka vlerësu që për shkak problemeve formalo-juridike, ky identifikim nuk mund të konsiderohet i besueshëm dhe i ka liruar kryesit. Dua të potencoj, edhe kjo më ka interesu fort, a i ka identifiku Vasfija gjatë shqyrtimit gjyqësor, përgjigja ishte po. Edhe pse ajo në atë kohë ka dëshmu përmes videolinkut nga Amerika, mirë po ajo ka deklaru që personat që janë në gjykatore janë ata që kanë kry krim ndaj asaj. Sipas ankesës së prokurorit, gjykata e apelit tash e merr një vendim diametralisht kundërt nga vendimi i gjykatës themelore në Mitrovic. Ky vendim është nxjerrë nga dy gjyqtarë ndërkombëtar dhe një vendor, edhe gjykata e apelit e bën analizën e rastit, e trajton edhe atë problemin formal rreth identifikimit në fotoalbum, edhe thotë se me qenë se viktima asnjëherë nuk ka pas asnjë dilemë rreth identifikimit, e as familjarët e saj, cilët e kanë parë kur personi në fjalë njëri prej kryesve ka ardhur në shtëpinë e tyre, e ka marrë Vasfijën dhe e ka çuar në një shtëpi dhe e ka kry krimin ndaj asaj. Do të thonë, nuk ishte ajo e vetmja dëshmitare në këtë rast, po ishin edhe familjarët e saj. Edhe gjykata e apelit i pranon krejt provat që
dhunusi, thot Pikrisht. është dhunusi. Saksisht. Po du për publik me ditë na kena qef me ja kallëzu emnat edhe të mirëve edhe të këqive. Me fjalë tjera edhe ata që kanë vendos pozitiv apo negativ. Në rastin e apelit, në rastin e parë kanë qenë 3 huj në gjykatën themelore, në gjykatën e apelit kanë qenë 2 huj edhe gjyqtari vendor Gjevdet Abazi. Mos me ra që veç tonit për ja përmenin emrin, 3 gjyqtarët janë Soares, Majster edhe Gjevdet Abazi vendosin në favor të vafësijës, edhe thojnë që ata janë fajtor, që ata 2 sërbë të akuzuar. Ata e kanë dhënë një analizë të rastit, vlerësimin e provave, edhe i shpallin fajtor kryesit. Njërin e denojnë me 12 vjetë burgim, tjetrin me 10 vjetë. Me qenë në një situatë të tillë juridike, pala e paknaqur në këtë rast që është i pandehuri, ka ushtru ankesë në gjykatën e supreme, e cila tash vendos ashtu që ka vendos edhe gjykata e shkallës parë në Mitrovic, i liron kryesit nga përgjegjësia për kryerjen e veprës penale. Pra po dojmë i përmen emnat, trupi gjykues në rastin e Supremes është 2 të huj, William Bauer dhe Esma Ertezi, po të udhëheqën në krye të këtij trupi gjykues të udhëheqën nga një gjyqtar vendor, Nesrin Lushta. Unë nuk i kam marrë mend emrat e gjyqtarëve që ju e keni këtë shenim. Mua më ka interesu ma shumë përmbajtja e shkresave të lëndës, vlerësimi i provave dhe vendimi i gjykatave. Sepse si që thash, gjykata e apelit në këtë rast ka dhënë një dimenzion të ri këtij rasti. Edhe tash prapë kemi një kthim mbrapa nga gjykata supreme, cila i liron me arsyetim rreth problemit të identifikimit po ashtu në atë fotoalbum. Çka thot trupi gjykues i udhëhequr nga Nesrin Lushta që apeli s'ka drejt? Kanë vlerësu se identifikimi nuk është i besueshëm. Mirë po, ajo çka është karakteristik i të gjitha këtyre vendimeve gjyqësore është që asnjë gjykat nuk e mohon ekzistimin e veprës penale. Krejti besojnë që dhunu? Kërkushta që vasfia po ren? Jo. Vepra penale është kry, i besojnë vasfijës që ndaj saj është kry vepra penale, por në një farë mënyre dy gjykata nuk i besojnë identifikimit të kryesve. Gjykata themelore në Mitrovic dhe kjo e Supremës. Çka të më thonë kjo, ka dalë? Nuk i besojnë basta asaj se ajo qenë ka e manipulume, është qetësume, a pse e thojnë? Kanë përmend besueshmërinë e identifikimit, mirë po ajo çka po ashtu më ka rënë në sy ishte rrethana që edhe përkundër faktit që vasfia ishte viktimë e dhunës seksuale gjatë luftës në moshën e mitur, ajo ishte vetëm 16 vjeçare, askund në aktgjykim nuk thuhet që ajo ka qenë e mitur, thuhet ka qenë e re. Nocioni i personit të ri është relativ, tash varet kush çka konsideron. Pse për ty me rëndësim që me shkrujt që është e mitur? Jo vetëm me shkrujt, po edhe me konstatu, edhe me trajtu viktimën në atë kategori të viktimave, ndaj të cilve është kry vepra penale në moshë të mitur. Që do të thotë, edhe pse ajo ka qenë madhore në kohën e kryerjes, në kohën e gjykimit, prap se prap, unë kam parë nga shkresat e lëndës që shumë herë ka ndodhë që ajo ka qajtë, sikurse që po qanë sot e kësaj dite, kemi pas rast me pa në tubime dhe në takime të ndryshme, ajo dashtë me shante, kjo me interesu trupi gjykues? Është dashtë me pas avokatin, është dashtë me pas mbrojtësin e viktimave. Në vitin 2013, kur është zhvillu shqyrtimi gjyqësor, ka funksionu zyra për ndihmën e viktimave. Është dashtë me njoftu. Por nuk i ka asistu vasfijës? Ajo nuk e ka pas askend. Konsideroj që ajo është dashtë qysh në hetuesi, me u marrë në pyetje përmes psikologut, pedagogut, personit profesional i cili i kishte ndihmu asaj
që ajo me u koncentru, që me qenë ma e qetë, edhe mos me kalu atë thyrje emocionale cilën e ka përjetu. Unë kam vrejt që edhe gjatë gjykimit ajo ka kalu në për një ferë lojt vetë. Mirë, tash që i ki vizitu vendet e ndryshme të rajonit, që po mirën me krimet lufte, çka janë të bo ata me viktimat të ngjashme, kur po ka akuza për dhunimin seksuale, çfarë asistence i ofrojnë viktimës që tonë rajon? Jo vetëm për dhunën seksuale, por në përgjithësi viktimave, a sidomos viktimave të dhunës seksuale dhe viktimave nga dhuna në familje, cila është një kategori tepër e ndihshme të viktimave. Në Kroaci, për shembull, është formuar një zyre e veçantë për asistencë, për ndihmën edhe për krahjen e viktimave në mënyrë që i japin për krahjen emocionale, logjistike, edhe çfarë do lloj ndihme që nuk ka të bëjë me rastin konkret. Dua të them, ata nuk diskutojnë me viktimën për rastin, po i ndihmojnë emocionalisht edhe në çdo aspekt tjetër. Edhe atëherë viktima edhe din çka pe pret në gjykatore, kush ka me pyet i pari, kush ka me pyet pastaj, është e përgatitne emocionalisht. Që kjo mospasja e avokatit, çysh arsyetohet kur e dim që unë e kom dëgju deklaratën e saj, e thoshte që avokat nuk ka pas sepse kërkush s'ka dashur me përfaqësu pasi gjykimi është humbajtur në veri dhe avokatët nuk janë një të sigurt. Alamet Bura janë akuzu në veri edhe është maj gjykimi edhe të tënë kam pas avokat, edhe pse o maj gjykimi në gjykatën veri. Qysh zojna Hajdari me pranu na faktin që s'pas ka pas avokat që kjo viktim për shkak se o tut me shku në veri? Kjo rasti i Vasfijës është një rast flagrant, mos them, pasqyre e jona si shoqëri ndaj rasteve të tilla. Çështja e trajtimit të rasteve të tilla, sepse me të vërtetë rasti i Vasfijës ka me qenë një rast, mund të them, historik në shoqërinë tonë nga shumë arsye. Sa i përket avokatit, ajo më ka thënë që ka angazhu një avokat cili ka kërku shumë para për me përfaqësu atje, nuk ka tregu ndonjë interesim tjetër përveç parave. Rrethana që gjykimi është marrë në veri të Mitrovicës e ka pas pasojat e veta dhe kështu me radhë. Me fjalë tjera, ajo ka qenë vetëm. Duna me ta pranu që ti po i qetë këtu dopsit e gjyqësisë, prokurorisë, po këtu është edhe dopsia jonë e medjave që nuk e kemi pas vëmendjen, ndaj saj në kohën që zhvilloi gjykimi. Do me thonë, kjo u bo, Vasfija vendosi me dalë mandej, po gjatë asaj kohe na ndjej pak bremin të gjegje që nështë ta këshim mbulu si ngjarje storje, edhe rrëfim këshim mujt me agjet. Edhe në avokat, edhe a këshim vozit avokatin dhe atje, edhe është me ndërmarë mosa ma herët, sepse rasti i saj e kom pa vetëm iniciale është për cilë, mirë po një organizatë që e ka mbulu edhe monitoru Fondi për drejtën humanitare, sot na ofron me një raport që e ka qitë dhona shumë të mira lidhur me atë që ka ndodhur me rastin e saj. Edhe në fund, masi veç po e përmenë shoqnin, një çështje shumë kontraverze që është hapri momenti që ajo e ka dhënë deklaratën, është ajo ka folë se ka burin Amerikan, për ndryshe s'kish folë. Apo mas qaron, ti në ndërkohë je taku me te, a ka këtu të bëj fakti që e ka burin Amerikan, për që ato e ka përkrahur me dalë me folë para publikut? Pas rrëfimit të saj në publik, unë e kam ftuar Vasfijen në zyrën time, e kam kryer me te një bisedë zyrtare, jam interesu rreth disa rrethanave edhe juridike, edhe faktike, dhe kështu me radhë. Arsyeja për këtë takim ishte një lloj të përpjekjeve të mia për të gjetur ndonjë bazë për paraqitjen e mjeteve të jashtëzakonshme juridike. Në mes tjerash e kom pyet edhe për avokat, e kom pyet a ka pas dikon që me ndihmu,
e kom pyet, a i ke identifiku në gjykatore, ka thonë po, unë i kom thonë gjyqtarëve këta janë. Ajo me të vërtet kur asnjëherë nuk ka pas asnjë dilemë sa i përket kryesve. Mirë po, si që thatë, ky rast nuk ishte i përcjellur nga ana e mediave, edhe mua shumë më vjen keq që edhe raste tjera për krime lufte nuk hasin në interesimin të nevojshëm të mediave. Si për shembull, unë këto ditë jam duke përfaqësuar aktakuzën për rastin e një prej masakrave më të mëdha që kanë ndodhur në Kosovë gjatë luftës, Krusha e vogël. Në Krusht vogël janë vrarë përmbi 100 civil, fëmijë, burra, gra. Përderisa gjykimi përcjellet vetëm nga Fondi për të drejtën humanitare dhe Kallxo Pikomi, nuk ka qenë asnjë kamerë e cila kishte me përcjell gjykimin edhe mi tregu botës çka ka ndodhur në Kosovë. Qysh ndryshe mi tregu botës? Dikush e lexon shkrimin, dikush nuk e lexon, mirë po kamera është kamerë, e ka atë fuqinë e vet, edhe rëndësinë e vet. Kështu që unë me të vërtet kam një zhgënjim për sa i përket interesimit të mediave, ndodh që shpesh herë më pyesin sa aktakuza i keni bo, kush është denu, lypin statistika, mirë po gjykimet nuk përcillen ashtu si që është nevoja. Sa i përket pyetjes për Basfien. Shqiptar, a është përkra për familjes vet? A ke vrejt përkraje për familjes vet? Ajo, kur ka raportu rastin, unë e thash, për herën e parë ka raportu në vitin 1999, me njëherë pasi që rasti ka ndodhur, kur ajo nuk ishte martume, kur nuk ka egzistu Amerikani bashkëshort. Ajo ende ka qenë edhe e mitur. Mirë po, e mira është që ajo gjitha këto paraqitjet i ka bërë me përkrahjen e familjes, sidomos vllaut të saj. Edhe gjatë takimit tim me Basfien, në një moment vllau i saj ka shpreh një falënderim dhëndrit Amerikanit që për mirëkuptim edhe për krahje, edhe unë i kom thonë në një moment, e po mirë, çka kish mujt me ba Amerikani kur ju nuk e kishit për krah motrën. Basfia është tash në Amerikë. Ju kishit mujt me thonë Basfies, a din çka Basfie? Ti atje në Amerikë, re shuj, mos na qitë marrë neve këtu se na jena në Kosovë, e ti mundesh prej Amerike me fol çka dush, e ne jena këtu që ballafaqohemi me probleme. Mirë po jo, do me thonë, iniciativa ka qenë nga fillimi, nga familja e saj, mandej është bashkangjitur edhe bashkëshorti i saj që mandej ndodhi çka ndodhi. Veç mu me konfirmu ka çka po thu kom fol me ushtarin u që kësë që mas pari e ka marrë raportimin e Basfies, sot është polic i mirë, i cili ka konfirmu të njëjtën, që në momentin që e ka raportu, e ka pas përkrajnë e të gjithve, edhe madje edhe të hoxhës që e ka antartë familjes. Aq, po. Edhe e konfirmon që vllau ka qenë përkrasi më i madh. Unë muj me konfirmu që po ashtu vllau ka qenë ai që ka shpreh dëshimin apru krejt dokumentet e gjykimit e të mos e këshim përkra, s'ja këshim bo hizmetin në këtë formë. Shumë normal. Erdhëm te paraqitja e mundshme të mjeteve të jashtëzakonshme juridike. Sepse në situatë kur e kemi një vendim, një rast të gjykuar me aktgjykim të formës së presë, si që është rasti i Basfies, prokurori ose pala tjetër ka mundësi për paraqitjen e mjeteve të jashtëzakonshme juridike. Edhe këtu kom hasë si prokurore në një mur, në një pengesë serioze ligjore. Në radhë të parë, mjeti i kemi në dispozicion 2 mjete të jashtëzakonshme juridike. Tash e tu fol për çfarë masa mundshme ndërmarr masi që ka dalë ky rast. Pasi rasti është gjyku edhe pasi që kam kuptu për këtë rast. Një prej mundësive është paraqitja e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë. Aty ka kalu afati, afati ligjor është 3 muaj, ndërsa aktgjykimi ka marrë formë të prerë para disa vite, në 2014, nëse nuk gaboj, ose 15. Pastaj edhe në rastës se kisha ende afat,
edhe në rast se Gjykata Supreme kishte konstatuar ndonjë shkelje ligjore, rastin nuk ishte mujt me u kthy në rigjykim. Gjykata Supreme në këto situata vetëm konstaton shkeljen eventuale nga gjykatat më të ulta, gjykata e shkallës poshtë, gjykata e shkallës dytë. Domethënë, këta të akuzum nuk mujnë me u akuzu prapë për të njëjtën vepër. Nuk mujnë me u akuzu, madje kundër tyne nuk mund të paraqitet as mjeti i jashtëzakonshëm juridik. Unë kam shikuar mundësit pse ligji nuk na mundson. Unë kam shikuar mundësin edhe për rihapjen e procedurës, ai është mjeti i jashtëzakonshëm juridik i quajtur kërkesa për rishikimin e procedurës. Aty është një afat më i gjatë ligjor prej 5 vite. Mirë po, edhe ai mjet jashtëzakonshëm juridik mund të paraqitet vetëm në dobi të akuzuarit. Mirë, a mundesh me bëu diçka? Si prokurore e krimeve të luftës sot në Kosovë që i ke marrë vesh krejt këto sene, pas analizës që e ke bëu, a mundesh me ndërmarrë ndaj mas? Rasti i Vasfije Krasniqit është rihap. Unë kam vendos me rihap rastin e saj. Mirë po. Qysh? Jo kundër kryesve në fjalë, sepse ndaj tyre procedura ka përfundu, me aktgjykim të formës së prerë, nuk kam mundësi, nuk kam asnjë bazë ligjore, asnjë mundësi ligjore me paraqit mjet të jashtëzakonshëm. E çka ke mundësi? Unë kam vendos me rihap rastin mbi bazën e përgjegjësisë komanduese. Sikurse që do të veproj dhe jam duke vepruar edhe në raste të tjera të dhunës seksuale gjatë luftës. Domethënë, jetu janë njek shefat e çtyne të akuzumve për dhunim. Shefat, sepse dhunimi gjatë luftës ka qenë mjeti i luftës, ka qenë një prej metodave të luftës. Nuk ka ndodhur këto dhunime në Kosovë rastësisht, nuk janë incidente të izoluara, janë, si që thash, arma të cilën armiku e ka përdor kundër popullatës shqiptare. Smuj me kalu pa cek që ti je prej Mitrovicës, edhe ke punu edhe në atë kohë dhe din kush ka qenë shefi policisë, dihen këto sene në popullatën e shqiptare atje. Kjo është e vushtrisë, a ka qenë e kom gabim apo zinxhiri komandus i shefave të policisë, stacione policore ku kanë punu njerëz si që ta akuzum, që kanë qenë antar të policisë, a dihet kush i ka udhëheq në emën mbi emën? Në kohën e luftës dhe viteve 90, unë kom qenë avokate, edhe normal kom ushtru profesionin i cili ndërlidhet edhe me policë, edhe me struktura tjera. Mirë po, ne do të bojmë në prokurori analizën mirë fillt, sikurse që do të bëjmë edhe për raste tjera të dhunës seksuale, sipas rajoneve, pezojmë rajoni i Vushtrisë, që ka gratë të dhënuara, rajoni i Drenicës, Gjakovës dhe kështu me radhë. Kjo për arsye se asun, edhe askush nuk duhet me pas asnjë iluzion që mund të identifikohen të gjithë kryesit. Qysh me u identifiku dikush që ka ardhur nga Beogradi, Krushevci, Paraqini apo ndonjë fshati i Serbisë, në një vend rural ose edhe ndonjë qytet. Po, veç ja ke arrit te Krusha e vogël, e ke arrit me pru kryersin e veprës në Kosovë, apo? Po, kryesi i Krushës ka qenë banori Krushës. Mirë, edhe që ky dhunuesi ka qenë akuzuari për dhunim, ka qenë qytetari i Vushtrisë. Shumë lehtë është me u identifiku kryesi cili ka qenë nga Kosova edhe ka jetu këtu. Që për shembull në rastin e Krushës vogël e njohin, po thonë kemi qenë Kojshi. Para kësaj situate kemi shku në dasma, na kanë ardhur për Bajram e kështu me radhë. Mirë po, problemin paraqesin në raste ku kryesit nuk janë banor të Kosovës, cilët kanë ardhur me formacione të lloj-llojshme. Prandaj, mirë, a ke naj rast që jetu mon krimet lutës, ku ke mujt me e sjell kryersin e veprës prej jashtë Kosovës? Apo ke mujt me akuzu? Po, kemi raste të tilla, mirë po, nëse folim për dhunën seksuale gjatë luftës, për momentin i kam 2 raste në të cilat është arrit identifikimi i kryesit. Kemi edhe ajo në jashtë Kosovës a mrena? Sipas për momentin janë jashtë Kosovës, mirë po, sipas kërkesës prokurorisë, gjykata ka lëshu letër shtimin ndërkombëtar. Në atë moment ku gjindën,
ata do të sillen në Kosovë sipas urdhit të gjykatës. Normal ata do të hyjnë në listën e Interpolit. Ne, siç e dini, bashkëpunojmë me Interpol përmes mikut. Mirë po, obligimi i Interpolit është që me fut në listën e të kërkuarve. Në rastin e Vasfijës, po kthejmë, qysh ki me gjetë, qysh është pista jote që me gjetë zinxhirin komandues? Qysh me ja gjetë? Vetëm më lejoni, kam edhe një rast të tretë për dhunën seksuale gjatë luftës, dhe ai person është në Kosovë, mirë po për hir të hetimit unë nuk isha dhënë më shumë informacione, mirë po realisht për momentin i kemi 3 raste shumë konkrete, shumë reale, cila në të ardhmen do të mund të gjykohen. Sa i përket strukturës komanduese, edhe përgjegjësisë komanduese, edhe ajo i ka rregullat e veta, i ka elementet e veprës të caktuara me ligj. Ne do të analizojmë kush ka qenë përgjegjës në atë kohë. A ke drejt me thirr njërin prej të akuzumve, ishte akuzumve, jovën që pithojnë, edhe me thonë hajde kallëzom kone ki pas shef. A ki me marrë pyetje? Ende nuk kam vlerësu. Unë ju thash që kundër këtyne personave që janë liru, ne nuk mundemi me inicu procedurë. Asë një marrë pyetja? Po nëse vlerësoj se na duhet si dëshmitar, muj me marrë si dëshmitar. Po jo si pandehur. Këtu është problemi. Edhe, po thu që ke qelë rast, tash a jetu e boveq për televizor, a për një me zyrtarisht ke qelë rast? Për një me zyrtarisht e kom të shu një kërkes, një autorizim policisë, njësia për hetimin e krimeve të luftës, ku i kam përcaktuar taksativisht detyrat dhe veprimet cilat ata duhen t'i ndërmarrin në këtë rast. Mes tjerash, prap kanë me u intervistu dëshmitarët okular, ndoshta edhe Vasfija në të ardhmen. Si që thash, asnjë prej gjykatave, prej 3 gjykatave nuk e ka kontestu ekzistimin e veprës penale. Është kontestu kryesi, ama në rastin e Vasfijës do të veproj ashtu siç do të veproj edhe në raste tjera të dhunës seksuale ku nuk kemi arrit me identifiku kryesin. Mirë po, edhe një fjali ju lutem. Edhe në raste kur i identifikojmë, kjo nuk e liron nga përgjegjësia komanduese personat në teritorin e cilve, në komandën e cilve kanë ndodhur krime për të cilat foljen. A ka thonë ajo që ka me bashkëpunu se para me ndoni mas 20 vjetëve prap me i hi marrjes së pyetje si dëshmitare? A ka thonë, s'po di, shumë njerëz kishin me lanë këtë punë, masi që kanë kalu në 3 gjykata të ndryshme. A ka thonë Vasfija që ka me bashkëpunu me ju? Ajo është e gatshme me bashkëpunu edhe matutje, edhe sa i përket rrëfimeve të saj kemi pa edhe sa ka qëndru në Kosovë, ajo vazhdimisht ka qenë nën presion të këtij rastit, vazhdimisht ja kanë përkujtu këtë rast, me një qëllim të mirë po, mua më ka lënë një përshtypje, një dhimbje, dukja e saj që ajo vazhdimisht qante. Madje edhe në takim me mua ajo qante. Si që thash, gjatë zhvillimit të procedurës penale në një proces verbal mbi marrjen në pyetje, kam gjetë momentin kur është ndërprer marrja në pyetje, sepse Vasfijës ju ka keqësu gjendja. Mirë, veç, apo e kuptoni që interesat e palëve i përfason prokuroria, në kallëzove krejt çka kanë qysh mediacion në nivel, gjykata si nivel, nuk më kallëzove prokurori qysh si ja ka mbrojt interesat Vasfijës se fundit që kjo është arsyeja pse s'ki nevojë se ki të obliguar me ligj me pas avokat si viktim, sepse llogaritet që për ty fol çaj prokurori i shtetit. E në këtë rast, çka ka bëu prokurori i shtetit? Unë konsideroj që në këtë rast prokurori i shtetit, edhe pse potencova faktin që ishte prokuror ndërkombëtar, e ka kryer punën dhe detyrën e vet në mënyrë profesionale dhe mënyrë etike, ka luftu deri në fund. Mirë po si që dihet, gjykata është ajo që e jep verdiktin. Edhe tash për të ardhmen, a i thojmë në palve
prap hala që është të pak kështu raportoni, dilni, raportoni dhunimin, nëse e dini kush ju ka dhunu, hajdet e une, raporto, dil në publik. Pas paraqitjes së Vasfijës, deri te një lloj euforie, ku shumë kush ka thënë duhen edhe tjerat, viktima tjera me fol, që qysh folje Vasfija, edhe këto duhen me fol. Mirë po, edhe unë i ftoj viktimat me raportu. Rasti duhet me u raportu. Krimi duhet me u raportu. Mirë po, gjithmonë kam një droj, kam një frigë, kam një rezervë se çfarë pasoja mund të krijohen për ato viktima. Tu pas parasysh. Që shumica e tyne varet materialisht nga burrat e tyne, nga vëllezërit e tyne, nga kushdo. Me fjalë tjera nuk janë të punësuara, nuk kanë atë fuqinë financiare për me dalë, me dëshmu, edhe mandej me thonë, më kuptoj dikush nuk më kuptoj më përkrahje, nuk më përkrahje, unë vazhdoj vetë me jetu, unë e temën e bona. Unë për shembull letë isha konë situatë me paraqit një rast të tillë, sepse e kam një punë të mirë, e kam një pagë të mirë, edhe nuk isha nuk isha mërzit, a kam e më përkrah dikush ajo. Mirë po, ato gratë cilat janë të varuna materialisht. Mandej, do me thonë po kërkon që familja me i përkra. Kur kanë me dëshmu, pa duhet me përkrahjen përkra. të familjes s'ka sukses në këtë drejtim. Nuk guxoj me lon vetun ato gra. Nuk guxoj me lon në rrugë. Hajde vjen te unë, raporton, edhe nesër mbetet në rrugë e qet buri prej shtëpisë, edhe ajo mu më vjen der apo ty e këti atje thot, hajde çka tash? Çka me bone? Pri çkafit me jetu? Kjo është një prej elementeve, një prej problemeve. Problemi tjetër është që një numër prej tyne ka fsheh prej familjes, familjarët as që nuk e din, çka ka ndodhur. Ato janë martu, kanë kriju familje, kanë fëmijë. Fëmijët e tyne nuk din, bashkëshorti nuk din. Para mendoni pozitën e tyre në rast se zbulohet që janë viktima e dhunës seksuale. Kështu që gjithë ata që i ftojnë këto viktima për me raportu, duhen njëherë mirë me mendu edhe me vlerësu situatën e tyne, njëherë mendoj që në radhë të parë shoqëria kishte duhet me u kujdes për pasojat të mundshme, e tani me thonë, hajde raporta. Mirë, unë po shpresoj që kanë me të një njerëzit, cilët nëse e din që kanë diken që ashtu në familje, kanë me vendos me përkra, sidomos mas rastit të Vasfijës. E unë po du me kry këtë punë pa të kthy edhe një herë të prokurori. Po thu që prokurori ka bo këtë detyrat e veta. E që unë po thëmë që se ka bo, se ka bo edhe ankesën e fundi që ka mujt me bo me kontekstu që të lidhshmërin i ka kalu që ato 3 muj që i them fillim. Do me thonë, ka leju... pas efekt jeta, nuk ish pas efekt. Po që, ka se mujt ka bo, eventualisht vetëm me u konstatu shkelja, nëse ish konstatu nga Gjykata Supreme. Rasti në asnjë mënyrë s'ka mujt me u Masi veç po folim për 14 morale, s'poku që ato. Rasti në asnjë mënyrë nuk ka mujt me u kthy në rigjykim. Çka ka Vasfija, apo unë si prokurore, ose ju nga ajo nëse... Nasi shoqni, në histori, a jetu fol, pajtona me ty që kjo rast historik, në histori kishin libra që krej gjykimi ka qenë i jashtëligjshëm. Kishin histori bile që kjo. E jo që na dul gruja, edhe me gjeshti ka kallzu njerëz ku janë, edhe kush janë, edhe që drejtësia jonë ka thonë valla se m'ka pëlqy qysh i ki identifiku. Unë personalisht mendoj që ne ma shumë duhet të merremi me ligjin. Ky kodi i penali jone dhe kodi procedurës penale ka proklamu barazin e palve. Po çfarë barazie palve është në situatë kur i pandehur i mundet me përdor mjetin e jashtëzakonshëm juridik në dobit vetën, e prokurori nuk mundet. Çka duhet me ndru, pra? Sipas te, çka janë 2-3 rekomandime që i kërkon, si prokurori e rasteve të krimeve të luftës që i kërkon me ndodh për me mujt me të nimu ty me i njek rastet e krimeve të luftës. Jo vetëm për krime lufte, po në përgjithësi në rast se Gjykata Supreme si gjykatë e vetme kompetente për vendosje sipas mjeteve jashtëzakonshme juridike, me pas mundësi me kthy rastin në rivendosje edhe sipas kërkesës së prokurorit.
Tjetër, çka janë ndryshimet që po i kërkon në kodin e procedurës penale, që kishe pas qef me ndodhë? Gjykimi në mungesë. Gjykimi në mungesë është për momentin një temë shumë aktuale në situatë kur diskutohet për ndryshimin e legjislacionit penal dhe kodit të procedurës penale. Unë jam idhtare e... Gjykimi në mungesë ka të bëjë, domethënë, me kryesit e veprës që mujtë me qenë Serbi, që me mujtë me njek, ose Serbi ose jashtë. Ose jashtë, ose persona të tjerë që nuk janë të arritshëm, të kapshëm për organet e ndjekjes. Momentalisht nuk mund është me njek nëse s'janë Kosovë, apo mund është? Jonë muj me ndjek, muj me nxjerr akt vendimin për fillimin e hetimit. Mirë, po nuk muj me ngrit akt akuzën pa e marrë në pyetje. E une nuk muj me marrë në pyetje me qenë se nuk është në Kosovë, është i pakapshëm. Ne po provojmë, po shkojmë me flet arrestimin, letërshtimi, po unë ju thash shpesh herë edhe letërshtimi nuk prodhon efekt. Nuk personi caktuar. Kom dëgju që Bashkia Ndërkombëtare i ka sugjeru tonëve, qëre më se bëni se nuk është mirë për marrëdhënie me rajone, kështu. A mund me konfirmu që njëjtë që ekziston një presion? Mos me hi gjykimi munges në ndrimet e kodit procedurës penale. Edhe unë kam dëgju diçka të tillë që ndërkombëtarët e kundërshtojnë këtë mundësi. Mirë po, çuditërisht ky reagim për arsye se një mundësi e tillë për gjykimin në mungesë ka ekzistuar dhe ekziston në Kroaci. Kroacia që është antare Bashkimit Evropian? Kroacia ka hyrë në Bashkinë Evropiane me një ligj të tillë ku ka pas mundësi me gjyku në mungesë dhe ka gjyku e ka shfrytzu këtë mundësi. Edhe një numër i madh, sidomos krimeve të luftës, ka përfundu me gjykime në mungesë. Këtë mundësi e ka edhe Serbia, këtë mundësi e ka edhe Bosnia, këtë mundësi e ka Maqedonia, Shqipëria. Unë nuk po shoh arsyen pse një mundësi mos me pas edhe në Kosovë. Mirë po, jo me një automatizëm, jo personi nuk është këtu hajde të gjykojmë. Duhet njëherë me provu me gjithë qka, me gjdo mundësi, me përdor gjdo mundësi për me ardë deri te kryesi, e në rastë se nuk mund të gjindet, nuk mund të kapet, atëherë prokurori me ju drejtu me kërkesë gjykatës, me arsyetu qatë kërkesë dhe gjykata me vendos, a do të mbahet gjykimi në mungesë ajo. Do me thonë me kriju një lloj garancie që ky institucion nuk do të keq përdoret. Të akuzuarit kjo e hap kuriozitetin. Avokati. Jam kurioze me ditë. Qysh në rastin, na kena menu që ka qenë i farë perceptimi që ata që kanë bo krime kanë ikë. E rastin i Krushës Vogël, a është e mundën që persona që po i akuzën, edhe e kanë bo krimin, edhe hisjen tut për i drejtësisë tut s'kan ika, a qyshin në zone? Aje s'ka qenë në Kosovë, po aje ka qenë në Serbi, edhe ka tentu me hi nga Serbia në Kosovë, edhe në moment të hyrjes është arestu. Do me thonë, kemi njerë që qaq jënë trimnu, që si ka njënk prokuror tonë, jënë qaq trimnun, që edhe kanë bo krime dhe shkojnë e vinë Kosovë. Pse prokuror tonë? Ju e dini që krimet e luftës kanë qenë deri vonë në kompetencë ekskluzive të ndërkombëtarëve. Ne shumë vonë kemi marrë kompetenca për krime lufte, edhe unë shpesher thëmë na ka mbet kompiri nxehtë në dorë sa i përket krimeve të luftës, nga vetë arsyeja që jo që nuk është lehtë, po është të mërësisht vështirë me jetu një rast, me procedu një rast 20 vjetë masi që ka ndodhë rasti. Unë ju thash edhe në rastin e Vasfijës. Ke 15 vjetë pas, kure mure u leksi. Ende nuk i kemi pranu të gjitha rastit. Jo. Procedura e transferit do të përfundoj në fund të këtij viti. Ende nuk i kemi pranu të gjitha rastit. Unë e mora të marrim prapë për shembull rastin e Vasfijës. E raportoj rastin në Kfar, në Mik, 99-ën, po gjykohet mas 12 vite, 13 vite mas kryerjes së veprës penale. Po shifni këtë interval kohor, edhe kanë qenë shumë raste të ralla të tilla. Edhe mua me të vërtet më befason një mos interesim, një neglizhencë në një rast kaq të rëndë. Mirë, po shkojmë te raste tjera. Kemi, është kurioze, njerëz kanë kuriozitet hatashëm
Zonja Hajdari me isqaru disa sene që kanë të bojnë me zotrin Elez Blakën, për arsye që kemi digju aq shumë për te, aq mendimet ndryshme, unë vetë kur se kom taku, për që ate kom kuriozitet me dit, ti e ke nda zyren me te. Tregom, a është tuc, a është trim, mas pari? Supozoj se po mpytni për ish prokurorin Elez Blaka, nga arsyeja që një kohë vetëm unë dhe ai kemi punuar në fushën e krimeve të luftës. Ai ka qenë një prokuror cili është paraqit së bashku me mua me punu në këtë fushë. Një person i arsimum shumë mirë, një person me një kulturë të lartë, me një edukat, jashtëzakonisht punëtor i madh. Largimi i tij është një goditje e madhe për departamentin për krime lufte, sepse unë dhe kolegu Blakaj ishim të trajnuar për këtë fushë, se kjo është fushë tetë specifike dhe pa disa trajnime nuk mund të trajtohet me sukses. Unë mendoj që ai ka mendu mirë para se që është largu. Unë kam ditë për shqetësimet e tij, ne kemi diskutu. Madje ka ndodhur që unë edhe kom luti, kom thonë Elez duro veç edhe pak që krye këta veterant, mandej kena me punu krime lufte, kemi para nesh është një punë e madhe për krime lufte, duro edhe pak mirë po, unë kam shku në pushim, kur jam kthy nga pushimi, kam pa emailin e tij ku po përshëndetet prej neve, ku thot që ka dhënë ndorëheqje, edhe me të vërtet unë kam përjetu një dhimbje të madhe, një goditje, edhe personale, edhe kolegiale, edhe nga aspekti i departamentit ku kena punu së bashku. Do me thonë, është larg pishpirikut që o shojt prej politikanëve tonë që është pishpirik. Unë kam thënë që ai nuk është as hero, as toc, ai ka qenë një prokuror në të cilin sistemi prokurorial ka mujt me llogarit, me dhënë një kontribut të konsiderueshëm, një kontribut të madh në sistemin prokurorial, sepse ka qenë punëtor edhe nuk e ka kursy veten. Mirë po, ndodhi që ka ndodhi edhe... Shumë faleminderit që na përshkruve, qysh ka qenë, i the i arsimum, i ngritun, i kulturum, punëtor. E unë të pyeta, a ka qenë trim. Tash arsyeja pse po të pyes është pse përveç kësaj në Kosovë po duhet edhe kurrizme pas me kry punën. Pa parasysh trajnimeve që po i kryjmë fond duhet vetë me qenë trim. Tash, apo ma vlerëson pak edhe që te, a ka qenë hero, më the edhe vetë, s'ka qenë hero, po s'po lypim hero. A ka pas guxim? Ashtu, s'ka qenë një prokuror cili e ka kry detyrën e vetë. A e klasifikon si tuc? As pak, as një moment, as nuk moj. Unë me sinceritet më të madhë mund të them që kur as një moment nuk e kom vlerësu ashtu, nëse mendoni se mund të klasifikohet si tuc nga fakti që është largu, është diçka tjetër, po shikoni zonja Gjara, ekzistojnë raste cilat e shkatrojnë prokurorin. Edhe familjen. Edhe familjen. Muj unë e shumë me shit trimni, guximin, edhe kështu me radhë, se unë nuk i kam 2 fëmijë të vegjël. Qysh folja edhe për viktimat të dhunës seksuale. Ne duhet me unis me him kurrën e secilit. Prokurori Blakaj ka pas 2 fëmijë. 2 fëmijë të vegjël, edhe di që ka qenë jashtëzakonisht i brengosun edhe i shqetësuar për shkak fëmijëve. Disa herë më ka thënë, unë nuk kam frikë për veten time, mirë po kur janë fëmijët në pyetje kam frikë, edhe di që policia ka dërguar fëmijët në Qerdhe, policia kanë kthy fëmijët nga Qerdhja, tash paramendoni edhe atë psikologjinë e fëmijut kur policia e çon në Qerdhe. Edhe tash po përjeton krejt atë punë që e ka kry, pikthehet si bumerang, thuti është një landë si çështje ti private, e jo çështje e prokurorisë. Për fat të keq kjo ndodh shpesh herë me ne prokuror, kur etiketohemi, kur na shajnë, pothuajse
një akt akuz, një rast është çështja jonë private, që nuk është, ne punojmë në emër prokurorisë, në emër sistemit prokurorial dhe po pres që me pas edhe mbrojtje në momente kur sulmohemi. Faleminderit që po e përkrah kaq publikisht edhe pse po duna më të falendruar pse çat këshillin prokurorial, pjesë e cilit është Eles Blakajs, e këshilli që ishte dashur më ju përkrah, nuk e kena pa asnjë germ deklarat tu e thonë kur o sulmu Eles Blakaj. Edhe pse e ka dhënë dorëheqje, ai e ka merituar një germ me e thonë këshilli prokurorial i cili e ka pas shtëpisë vet. U sulmu ky prokuror prej politikanëve vjetër. Kjo është problemi vjetër, jo vetëm në rastin e Eles Blakës, shikoni edhe rastet e tjera kur sulmohen prokurorët. Te ne janë zhvillu mekanizmat cilat janë të përqëndrum në përgjithësinë e prokurorëve. Llogaridhënia, performanca, vlerësime të ndryshme dhe kështu me radhë. Mirë po nuk kemi të krijuar asnjë organ, asnjë komision. Kur gjo hiç nuk kemi që me dalë, që thatë edhe me thonë, ne çka kemi brenda shtëpisë, do ta zgjedhim këtë problem, se secila shtëpi, secili institucion ka probleme të brendshme, ka mospajtime, ka edhe ngritje zërash, ka gjithçka, si çdo shtëpi. Ama kur sulmohet një prokuror për shkak punës që e ka kry, atëherë edhe s'del me mbrojt shtëpia vet. Unë mendoj që shtëpia vet duhet me mbrojt në ato raste. Sa Delezi, nesër tjetër kush. Nesër drita, ky edhe ai. Po, për këtë pak po mendohet ju, vetë jeni pjesë e medjave, Sa paraqet kjo problem për ju? Hapni televizionin, mediat, unë nuk di, asnjë debat, asnjë emision ku nuk shahen prokurorët për buzën edhe kemi shpifje kundër prokurorëve. Mirë, veç parameno, njënën prej këtyre hapjeve të medjave, kur kena qenë televizorin e kena pa prokurorin Lumezi të thonë, tu i shajt aj prokurorët e vetë, të thonë, i kom thonë prokurorëve që të pronto kanë akuzu pa prova. Kur shefi i shonë prokurorët që pas kanë akuzu pa prova, çka me prit prej sektorëve tjerë? Shefi vetë, amin, qysh njëherë si prokurore speciale, kur del një shef, si Aleksandr Lumezi thot, ju kom thonë që te pronto keni akuzu pa prova. Ne brenda sistemit kemi mos pajtime, juridike, qëndrime, nuk do të thotë që krye prokurori gjithmonë me u pajtu me prokurorin, edhe e kundërta. Po jo, publikisht me folë. Këtë... është që kjo ju etike, me dal një kolegu jame, me thonë, jo, valla, që ka bo qatë hullumtim, jeta gjara, adin nuk është kolegi joti të njëjtës shtëpi, është totalisht jo etike. A i thënë regula disiplinore. Vetë krye prokurorin këtë rallë është për me i thy regula disiplinore. A i ka thënë që ju ka thonë prokurorve që me pas kujdes për prova, edhe mos të harojmë që kjo bised edhe gjithë kjo ngjarje ka ndodhur në kohën kur ne ishim në një presion të madh për sa i përket rasteve cilat i humnim në gjykata. Se bashkë kemi pas një seri të rasteve ku gjykata i ka liru sidomos personat nivelit lartë nga aktakuza. Edhe filloj një lloj fushate kundër prokurorisë, që po hjupni rastet, që veç i keni akuzu për me u hakmar, jo po i persekutoni dhe kështu me radhë. Edhe ndoshta një frigë, një lloj përgjegjësie, edhe për epilogun e mundshëm të prontos, ka ndiku në reagimet e tilla. Kam nevoj edhe diçka me ju thënë kur është në pyetje rasti pronto. Si që dini nga fillimi, ky rast ka qenë i përcjellur me një interesim të madh medial. Unë kom përjetu presione të mëdha nga mediat, nga shoqëria civile, gjatë jetimit, pse rasti nuk po përfundon, pse nuk po ngritet aktakuza, pse po hezitoni. Në situatë kur unë kom pas 100 lanë tjera, edhe unë e rastin e kom përfundu në kuadër të
afatit të parapar me ligj, do me thonë, nuk ka pas Ani ti ki kry detyrën tone, po aktakuza është ngrit fillim prilli 2018, shifni çka edhe po akoma nuk kish qërtim fillestar prej shifni çka gjykatës. po ndodh pikrisht, ata që më kanë kritiku, ata që mi kanë dërgu e-mailat, me ardhë debat, me diskutu pse po vonohet, se tash unë si po prokurore po dufna me dalë para kamerave me folë për një rast në njetim edhe me dhonë sqarim ku jam me jetime dhe pse nuk po ngritet aktakuza, do me thonë në fazën jetimore. A dit kur është ngrit aktakuza jonë shty, kush ka me folë ma shumë kundër aktakuzës. Pa e pa aktakuzën, pa ditë çka ka në aktakuzë, e vlerësun politike, të anshme. Ka pas njerë që kanë thonë e guximshme. Zonja Hajdari, unë e një njerë që ta mamë thonë, bravo, e ngriti aktakuzën Drita Hajdari. Po, ka thonë plot që ka qenë e guximshme shumë. Unë po flasë për ata që më kanë bo presion lidhur me këtë rast, mandej, kur është ngrit aktakuza, e kanë shfrytzu situatën edhe rastin me mësulmu, pse u ngrit aktakuza. Aktakuza është politike, aktakuza është kështu ashtu. Edhe tash çka po ndodh? Qytetarët kam priti me ngrit aktakuzë. Faleminderit prej qytetarëve. Unë s'po di. Ktheni filmin, shikoni në për debate, në për çka është për fol. Tjetër, mercenarët politikës po folin, mercenarët e politikës s'po du ata, po mënoj, ata nuk janë normë. Tash, kur është ngrit aktakuza, kur pritet me fillu gjykimi, po mi dërgojnë zërat. E ki rastin e humbur. Ky rast s'ka me kalu as shqyrtimin fillestar. I dini ato fazat procedurale. Se po që gjykatën e kanë ble, i kanë drejt punë Une nuk gjykata. po tham që e kanë ble gjykatën. Mu po më dërgojnë porosi që e ki rastin të humbur, nuk ka me kalu as shqyrtimin fillestar. Pastaj, dua të them, nuk është me rëndësi kush, është me rëndësi që po krijohet një atmosferë e tillë. Ka dale, qysh mos më kriju një atmosferë e tillë, kur prap shefi prokurorisë të shtetit, prokurori i shtetit e takon Besim Beqën në kohën, Besim Beqën njëni për të akuzurmet, në kohën kur ti po e heton qëtë rast, a din sa jo etike është që kjo çka të buaj. Presioni po vjen drejt prej vendit punës tënë, po vjen pala që është akuzu, te Aleksandër Lumezi garant mu kajtë për ty që apo më bën Drita Hajdari. Unë po mendoj që Aleksandër Lumezi ka dhënë sqarime lidhur me këtë takim. Ka dhënë, lidhur me këtë bisedë, edhe nuk është e imja me dhënë vlerësime lidhur me sjelljet e tij. Po na kemi drejt me mendu që për shembull ai mundet me taku atë për hidrocentrale. Gjara, Aleksandër Lumezi takohet me palë. Ai në bazë ligjit ka detyrë dhe obligim me i dëgju edhe shqetësimit të palëve. Edhe rasti s'është u nis heq i hidrocentraleve. Në fund, a i takohet me palë, edhe unë po të tëmë që rasti i hidrocentraleve që e kemi qua dhe kemi bo presion me Ungrit, sepse i kemi faktet si gazetar hulumtus ja kena dhanë faktet, a i s'po niset. Qka me menu na? Rasti i hidrocentraleve nuk është rasti im, nuk mund të komentoj. Mirë po, kam për obligime ju thënë diqka. Në proteste kunder Aleksandër Lumezit, unë kam pa personat, cilët kanë qenë edhe ata të Aleksandri për ndonjë shqetësim, ose për ndonjë çështje cilën e kanë konsideru që është basi e pa drejtën ndaj tyre. Edhe të njëjtit ata tani kanë dalë në proteste se ko ka takuaj me Besim Beqën. Që morali jonë edhe Kushen që ta persona, mund është mindove neve? Po, hapni filmin e protestave, shifni sa të akuzuar janë aty edhe... Atëherë, a mujme dhe me të pytë për shembull ti po hinë luft, më falë, prap po thëmë, po hinë luft, veç po du me e cekë, ke hinë luft me, e ke akuzu zyrtarët e lartë nismës, do me thonë rastin për krimet lufte, e ki të Fatmir Limaj. E ki akuzu inspektorët për ndërtim ilegal të LDK-s, që janë edhe ata janë dënu, PDK-n të Grabovci, ti po mrin, ti po qënë akt akuza për 3 partitë të mdoja, e disa po tutën dhe po ikim për Kosovës. E the që ti si ki 2 fëmijë të vegjël, po tjertë po tutën edhe po deklarojnë që këqyrë se si shedasht me thirë Kadri Veselin në biseda. Pse ti s'po tutësh, a moj me tonë, qa ki ti që s'po tutësh, e ata
po tutën për politika? Po unë nuk pajtohem me vlerësimin që Eles Blakaj ka ik nga tuta. Ai ma shumë ka ik nga zhgënjimi. Sepse, nëse i shtut, që thoni ju, ai se kish marrë atë rast. Rasti i veteranëve ka qenë një kafshat e madhe. Prej kujt është zhgënjy? Shpjego ma zhgënjimin e tij. Mosëm shtini me folë në emër ti. Ai është shnashe mirë, është dikun, sa e di unë ende në Amerikë, e gjeni, e pytni, mirë po unë e di që ma shumë i ka bërë, ka ndiku zhgënjimi se sa friga. Se nëse dikush ka frigë, ne kemi raste kur prokurorët në start thojnë jo nuk pe marë këtë rast, i gjenë 1.000 arsye. 1.000 arsye mos me marë. Faleminderit. Në gjykimin e Enver Hasanit, po folim pak edhe për 2-3 raste të mdoja që i keni. Ai o akuzu për mashtrim detyrë në lidhje me përktimin e librave nga gjuha angleze në gjuhë shqipe për nevoja të PS. Gjykata e apelit në fund e ka shfaqsu. Çu e komentojnë ç't vendim? Mua nuk më lejohet me komentu vendime gjyqësore. Çu analizon? Unë mund të them për çka e kom akuzu. E kom akuzu në momentin kur kam pranu prova relevante, prova të rëndësishme nga miku i tij Albert Ragipi nga Shqipëria. Rasti kundër Enver Hasanit nuk ishte i inicuar së bashku me rastin e Albert Ragipit, drejtorit të Institutit për Studime Ndërkombëtare nga Tirana dhe Hakif Veliut, ish menaxherit të prokurimit të Universitetit të Prishtinës. Kundër këtyre dyve ka ekzistuar një kërkesë, një akt vendim për fillimin e hetimit. Edhe normal, ka ardhur momenti kur është dashur me u intervistu Albert Ragipi. Unë këtë e kam bërë përmes Ministrisë të Drejtësisë, së bashku me kërkesë, ja kom përcjell edhe deklaratën e Hakif Veliut, edhe në moment kur Alberti ka pa, që Hakiu po thot, unë s'kam lidhje me këtë kontratë 3, kjo kontratë, unë posedoj vetëm kontratën origjinale, ajo që është lidhë sipas procedurës së tenderimit edhe sipas rregullave për të cilat shpall tenderi për përkthimin e librave. Kontrata tjetër është e falsifikume dhe kështu me radhë. Albert Ragipi thot, çka e falsifikume? Nuk është e vërtet, që kontrata e dytë, ai ma dërgon kontratën e dytë ku është rrit çmimi i përkthimit, ku është ndryshu njësia matëse prej fjalëve në karaktere, që do të thot, për ata që nuk din çka do të thot karaktere, do të thot që pagesa do të bëhet sipas fjalëve, sipas pikëqyditës, pikës, presjes dhe kështu me radhë, që o fry çmimi, që e ka fry çmimi. U fry edhe shumë fish bile, se jo pak mu fry, pastaj thot që dëshmi që kjo kontrat e dytë është bën në marrëveshje me menaxhmentin e UP-s, që e-mailat na dërgon e-mailat e parë, e-maili i parë ka pas të bëj me korespondencën, respektivisht një e-mail ku zëvendës drejtori i Institutit për Studime Ndërkombëtare Jorgji Qerjako i shkruan Enver Hasanit edhe thot, kjo pagesë sipas njësisë matës se fjala është e paqëndrueshme për këto arsye. Enver Hasani nuk i përgjigjet atij e-maili, mirë po mas 2 dite Hakif Veliu, i cili ka qenë shefi i prokurimit, edhe ne nuk ekziston asnjë provë që Hakifi paraprakisht ka kontaktu me dikon në ISN në Tiranë. Ati dikush i ka thënë kontaktoj, edhe unë këtë kam thënë, edhe në gjykim edhe në fjalë përfundimtare, i vetmi kush ka mujt me thënë është Enver Hasani, që Hakifi mandej shkruan atyne. Cilat janë vërejtjet e juaja? Ja u dërgon një kopje elektronike të kontratës, që në fund të shkurtoj historien, është e-maili ku Hakif Veliu thot. Unë bisedova me rektorin, dihet kush ka qenë rektor në atë kohë, me bisedu me ju për këtë çështje. Unë bisedova me rektorin dhe ne jemi dakorduar që në vend të njësisë matëse fjala, të jetë njësia matëse
karaktere. Edhe qëtë provë, a e ka pranu gjykata, qëtë email, ku thotë unë bisedova me rektorin, unë murëm vesh me ndru njësi mace. Sa i përket këtyre emailave, unë kom zhvillu luftë në gjykatore, për arsye se gjykata e shkallës së parë i refuzoi këto prova me arsyetim që kemi të bëjmë me prova cilat është dashur me i siguru përmes masave të fshehta, andaj janë prova të papranueshme në situatë kur Të me thonë, korupcionin ti përdushe ka dalë, përdushe me njek, jo me mosat më shefta. Albert Ragipi po propozan në gjykatore dhe avokati ti që këto emaila të administrohen si provë. Unë si prokurore po propozoj. Edhe çështja ishte kjo lufta për administrimin e këtyne provave. Unë kam thënë edhe kom citu ligjin në situatë kur një person vullnetarisht i dorëzon emailat e veta. Pse me apliku masat e fshehta? Në situatë kur prokuroria fare nuk ka ditë për ekzistencën e këtyne Mirë, a janë siguru në bazë të masave të fshehta? Po jo, edhe s'ka pas nevojë, sepse Albert Ragipi i ka ka dorëzu, edhe ato emaila kanë Do me thonë, pe shpik, jeta. jetu thonë, gjykata është tu e shpik një sen, veç për mos me i konsideru, kur Jeta, peshe, këto mi emaila- unë pikalon para ftyrës dhe po do mos me po. Këto emaila kanë udhëtuar nga Shqipëria në Kosovë, përmes Ministrisë Drejtësisë Shqipërisë, përmes Ministrisë Drejtësisë Kosovës. Nuk ka pas kur farë fshehtësie. Edhe tash me kërku masa fshehta për diçka që veç kishte udhëtu, kishte njohuri një numër i madh njerëzve për ekzistimin që atyne emailrave. Unë kom kërku edhe qëndrim juridik, se nuk është vetëm rasti Enver Hasanit, ne mundemi me pas edhe raste tjera. Çka në raste kur një person i dorëzon prova të tilla vullnetarisht? A ka nevojë me shku? Nuk kanë dhënë përgjigje. Madje as gjykata supreme nuk jep përgjigje në këtë problem juridik. Po tutën, as pesha? Tuta. Nuk di çka është në pyetje, mirë po unë jam tash tu mendu me gjetë ndonjë rrugë tjetër, ndonjë mundësi tjetër, sepse siç ju thash, A jetu e shumë supreme rastin? Supremja ka vendos, po nuk ka dhënë fare, nuk është përqëndru, nuk ka dhënë fare përgjigje në këto raste, kur një palë, një person i dorëzon emailat, ose një provë vullnetarisht, a ka nevojë me shku me masa fshehta. Sidomos për shikuesit, cilët nuk kanë njohuri, ndoshta lidhur me aplikimin e masave të fshehta. Vetë ligji thot që masat të fshehta aplikohen atëherë kur nuk mund sigurohen në ndonjë mënyrë tjetër. Edhe ne si prokuror, kur kërkojmë nga gjyqtari procedurës paraprake, aplikimin e këtyne masave, neve na duhet me thonë aty, s'paku një fjali, që këto prova nuk mund të sigurohen në ndonjë mënyrë tjetër. Po çka duhet me bo me gjykasin i cili po të thot ty që ki apliku masat fshehta? E ti s'ke apliku masat fshehta? A mundet mu quaj ky rast më paraqitë si rast disiplinor për gjykatën? Unë mendoj, po nuk kemi drejt ne me i vlerësu këto vendime gjyqësore, si që dini gjykatat i vlerësojnë provat. Gjykatësi me bo shkelje dhe s'ki drejt kur do me bo gjykatësi që bo shkelje? I vlerësojnë provat në mënyrën e vetë me një vlerësim të lirë. Kjo është një situatë kur prokuroria e jep një vlerësim, gjykata tjetrin. Pra po kthehemi te rasti i Vasfis, keni pa një gjykatë për liran, tjetra për shpallë fajtor. Po njëjtë është edhe në rastin e Enver Hasanit. Gjykata e shkallës parë, edhe pse nuk ka aprovu këto administrimin e këtyne provave, e ka shpallë fajtor. Dhe ka denu me kusht, po. Gjykata e apelit e liroj. Mirë. A moj me të pyet edhe për një rast tjetër, që të madhë profilit nalë që e ke pas inspektorat, për hirtë para aty kom pa që një prokurore ka marrë me PowerPoint, e ka vizatu qysh o bo ndërtimi ilegal në Prishtinë, çfarë dami ju ka bo Prishtinës me ndërtimet ilegale, dhe ke pas guxim, i ke marrë do inspektora, i ke qit, i ke akuzu. Guxim, po një dëshmitare në qatë rast, ka thonë që Isa Mustafa ka qenë i vetëdijshëm për këto ndërtime ilegale, edhe pyetja që shtrohet për çet rast tjera është
Pse se ke marrë pyetje Isa Mustafa? Pse se kom akuzu Isa Mustafa? Shumë herë kom pranu pyetje të tilla, edhe në rastin pronto, edhe në rastin të ndërtimit ka shumë kritika pse nuk e kom akuzu Isa Mustafën se ka ditë. A unë kom thonë, po të gjithë kemi ditë. Edhe Isa Mustafa, edhe ministrat, edhe presidentat, edhe qytetari thjesht. Askush nuk e denoncoj, askush nuk e paraqiti këtë problem. Vetë fakti që dikush ka ditë është vetëm një element në sinxhirin e elementeve cilat kishin duhet me përmbajt figurën e veprës penale. Nuk mjafton me thonë dikush, valla njani bisedoj me Grabovcin është vepër penale. Automatikisht, si që kanë komentu. Ose edhe në rastin e ndërtimit, ka ditë Isa Mustafa e pse su akuzu. Ka ditë, s'është e mundët që mus me ditë, se disa ndërtesa janë ndërtu në qendër, në zemër të qytetit. Por kanë ditë edhe tjertë. Edhe tjertë qytetarët edhe funksionarët kanë për obligim me raportu, me paraqit veprën penale. Lidhjen direkte të zinxhirit komandus, që shpebon të Vasfia, s'ki mujt me boa? Pikrisht. Mirë po, kur është fjala për personat nivelit lartë, unë kam përshtypje shpesh herë që ekziston edhe një tendencë që përmes prokurorisë me i baj dhe ndryshime politike që ne nuk lejojmë. Mirë, edhe një rast profilit në bazë provave. Mos me lan pa të pyet Badovcin, edhe Badovcin e ke pas rastin e Badovcit terrorizëm, qysh ke kalu që aty me gjyqësi? Në shkallë të sepse përshtypja jonë është që shumë lehtë i dënojnë gjykatësit për terrorizëm, se kretë menojnë hajtë ti kënaqim, ndërkombëtarët pajtoheni për, edhe prokuroria dhe gjykata pajtoheni për terrorizëm, a për korrupsion gjindën intervenca, gjindën sene. Kjo është përshtypja e jashtme. Po kjo është një pyetje, një dilemë cilën ne prokuror shpesh herë paraqesim. Nuk kemi sukses dhe na fajsojnë për dështim në rastet të korrupsionit, e në anën tjetër kemi sukses në rastet të fushave tjera, të kriminalitetit lloj tjetër. Tregon Badovc çfarë suksesi ke. E ne thojmë, ne jemi njëjtit ata prokuror, jo njëjtat gjykatat, po ku është arsyeja që po dështojmë te korrupsionit? Hajde të gjejmë shkakun. Madje po na fajsojnë që po i akuzojmë njerëzit edhe për shkak liberalizimit të vizave. Ne kemi pas raste ku kemi ngrit akt akuz, ku s'kemi mujt me andru që qaj rast do të shenjëstrohet për liberalizimin të vizave. S'kemi pas ide. Ajo ka orë ma vonë. Sido që të jetë në luftën kundër terrorizmit, Kosova, sipas vlerësimeve të shumta, edhe vendore, edhe në raporte ndërkombëtare, ka tregu një sukses. A e kënaqur për rastin e Badovcit? Nuk jam e kënaqur. Nuk jam e kënaqur nga arsyeja se në ndërkohë gjatë procedurës është ndryshu cilësimi juridik, kvalifikimi juridik, dhe ata janë denu ma letë se fillimisht nga gjykata themelore në gjykimin e parë. Në gjykimin e dytë, gjykata ka ricilsu bazuar në rekomandimet edhe qëndrimet e gjykatës supreme. Mirë po, kam për obligim t'ju thamë, jo vetëm prokurorët, po të gjithë ata që marrin pjesë, që vendosin në rastet të tilla, qoftë korrupsioni, qoftë terrorizmi, apo çfarëdo lloj tjetër të veprave penale, kanë nevojë me pas njohuri të nevojshme për këto fenomene, duke filluar nga nocioni, po jo nga nocioni i ngushtë ligjor, por si një fenomen në tërësi. Duhet me ditë format e paraqitjes, duhet me ditë mirë figurën e secilës vepre penale, duhet me vlerësu secilën provë, po jo me izolu një prove me thonë bazë kësaj prove është ose s'është fajtor, po me vlerësu atë zinxhirin e provave edhe me nxjerrë një konkluzë të nevojshme. Po kthehem te përfundimi me atë, po du me përfundu lidhur me atë se sa prokuror keni mbet tash në
departament për krimet luftës. Sa keni met prej që ka shku edhe Zotni Blokaj, sa jeni? Tash na kanë ardhë 2 prokuror të ri, Po. mirë po, ata tash po fillojnë prej zeros, si që thash, fusha e krimeve të luftës është një fush Do më thonë, ju edhe 2-3. Edhe 2-3, cilë do të nënshtrohen trajnimit. Mirë po, Trajnimit për çka? Për krimet për luftës. krimet luftës. Mirë po, Do më thonë, je vetme, që tash i trajnum që mundesh me marrë raste sot, je vetëm ti? unë jam e trajnume për krimet luftës, veç si që po shifni kam ende edhe raste tjera. Korupcionit e shumë. Edhe ata, edhe këta... Mirë, ju po thuni ju kanë ardhur këta dy, Falë unë se e di. këta 2 kanë trashëgu rastet e Elezit. Do më thonë, këta dy e kanë trashëguar rastin e veteranëve. Të veteranëve, po, edhe raste për terrorizëm, edhe rasteve tjera që ka pas Elezi. Përderisa në rajon, na falem për rajon, prokurorët për krime lufte punojnë vetëm krime lufte, kur gjatë tjetër. Në Kroaci janë 4 gjukata, ta i thojnë Županijski sud, 4 prokurori, cilët merren vetëm me krime lufte, nuk ka vepra tjera, edhe raste Prokurori i tjera. krimeve të luftës po mirët edhe me gjatë Që tjera? po shifni, a falem për Pronto, a falem për Enver Hasanin, a falem për... Veqa mu me thonë që është totalisht politikisht jo korrekte 2 prokuror të krimeve të luftës mu marrë me veteran. Diqysh, tu marrë parasysh që rasti veteranëve nuk është krimi i luftës. Nuk është rregull. Nuk është rregull, edhe unë kom bo zhurëm, edhe kom kundërshtu, po Se na po thojmë, s'po dojmë me akuzu krejt UÇK-n, po vetëm individet që e kanë keq përdorë emrin e UÇK-s e kënej prokurorët e krimit të luftës ja japin mu marrë. Qëndrimi im ka qenë që ky rast s'ka çka lyp në krime lufte, në departament për krime lufte, sepse personat të akuzuar janë për shpërdorim, keq përdorim të detyrës zyrtare. A i ke thonë, Aleksandr Lumezi, që kjo mirë po, gabimi... për botën ndërkombëtare është imazh katastrofe prokurorinë. Gabimin e bëri Elezi që e murë në fillim. A i shumë let ka mujtë me refuzu, po qaj Tuci, që shpallën tani Tuci e murë rastin, edhe që pasojat i heqin edhe këta 3 tash. Po më duket që e korektum këtë akuz për Tuc, prej sot e tutje, pak si vështirë e ka njerëzit me i thonë që Tuc, kur na tregove çfarë pune ke bo me te, faleminderit shumë që ishe në Jetan Kosovë, kjo ishte krejt çka patëm për ju sonte, vazhdoni me na shkru në info@kallxo.com, deri tajtën e ardhshme, natën e mirë.